Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Sot me datën 7 prill të vitit 2025, kujtojmë 214 vjetorin e lindjes së dietarit të shquar Çamit Hoxha Hasan Tasini. Më epni një palë shkronëza të mira, të ju jap një gjuhë të fortë. Më epni një gjuhë të mira, të ju jap një qytetërim të fortë e të mira. Hoxha Hasan Tasini u lind me 7 prill të vitit 1811 në fshatin Ninan të Konispolit të Sanxhakut të Janinës dhe vdiq me 3 korrik të vitit 1881 në Stamboll. Siç e dimë, ai ka qenë një astronom, një filozof, një matematikan i shquar i kohës së perandorisë Osmanlie, ku ai nga vetë dietarit e imperatorisë Osmanlie është cilësuar i barabart me të shquarin Ibn Sina. Por le të shikojmë se si e përshkruajnë figurat e shquara letrare. Rilindasit shqiptar të kohës Osmanlie, Hasan Tasin Hoxhën. I madhi letrar i gjuhës shqipe, Sami Frashi mbi figurën e Hoxha Tasinit në revistën Java që është botuar në Stamboll në vitin 1881, shkruar në këtë mënyrë: ndër ne gjinden dietar në fushën e dijeve antike, edhe në fushën e dijeve të reja, por nuk gjenden njerëz që të zotërojnë së bashku të gjitha këto dy grupe. Ose më mire të themi se ata janë të pakët. Ja pra, Hoxha Tasini është në krye të këtyre dietarëve, ai përveç se zotëron së bashku dijet dhe shkencat e këtyre dy grupeve, por asnjë nuk i afroi dhe nuk i shëmbëllente nivelit të tij. Ai, megjithëse i nitej të gjitha shkencat fetare, sheriatin, hadiset, tesfirin, letërsinë arabe, persishten dhe turqishten, ishte i zoti njëkohësisht të shkruante mira, me arte me thumba dhe me qartësi të madhe prozën, duke qenë i zoti edhe në matematikë, gjeofizika, astronomi, ku nuk ishte i zoti vetëm në teori, por edhe në aspektet e praktikës së tyre, ai në këto ishte shumë i thelluar, i brëmosur dhe kishte hyrë thellë edhe në brendësi të bazave dhe të ligjeve të tyre. Pra, ky ishte shkrimi i shkruar nga i madhi Sami Frashëri në revistën Java të botuar në Stamboll në vitin 1881. Tani të shohim se çfarë shkruajnë filozofë me origjinë nga Dibra, Riza Teufiku, në revistën Shqiptari të botuar në Stamboll në vitin 1911. I ndjeri Hasan Tasin Hoxha ishte mësues i shumë dietarëve të shquar të kohës. Ndërsa Dervish Hima në revistën Shqiptari të botuar në Stamboll në vitin 1911 e përshkruan kështu Hoxha Hasan Tasini. Hoxha Tasini në lëmin e fizikës, matematikës, astronomisë, kimisë e kozmografisë, që aq i ditur e i rregjur, saqë kur fliste për çdo çështje që u përkiste këtyre lëmeve, asnjëherë nuk kishte nevojë të shite librin. Ishte shumë i aftë për të thënë në mënyrë të përsosur ato që dinte, çdo gjë që fliste e lidhte me praktikën. Ndërsa nxënësi i Hoxha Hasan Tasinit, poeti i shquar turk, Abdul Hak Hamidi, e përshkruan kështu Hoxha Tasinin, i cili është dediktuar me emrin Shakespeare i Turqisë. Ishte vëzhgues e shkencëtar shumë i ditur. Ishte thesar i njohurive shkencore, ndoshta një botë e tërë dijesh, ishte filozof, letrar, vjershetar, i zotit të përgjigjet çdo pyetje. Ndërsa Ismail Hakkë Bereqetzade, një personalitet i shquar i shkencës në perandorinë osmane, shkruante në veprën e tij, të quajtur Kujtimet e së kaluarës: unë kam përfituar shumë nga profesori i dëgjuar shqiptar, Tasin Efendi. Shigjetat therrëse që drejtohen kundër atij burojnë nga shkaku se nuk ka në shoqëritur për sa arfemi jetën e tij. Kënaqësitë e kësaj bote, ai ja kishte flijuar filozofisë, dashurisë për dituri. Mendja e tij u që kushtuar çështjeve të larta shkencore. Ai që krellur në kërkimin e fshehtësisë së krijimit, që një filozof që nitet të vërtetën, kishte zemër të ndjeshme dhe lirë. Sjellja dhe qëndrimi i tij ishte plot hieshi, fliste fjalë të ngrohta e të matura. Nganjëherë zhytej aq thellë në mendime sa nuk mund të përshkruhet, por edhe në këto raste ai kishte një madhështi dhe dukej më ëmbëltor. Pra Çami, Hoxha Tasini, ishte profili shqiptar i ndritur ndër shekuj. Ka personalitete të mëdha të historisë, të cilët duket sikur i ka mbuluar pluhuri i Harresës. Pastaj vjen një ditë, ashtu siç zbulohen monumentet historike me vlera të paçmuara, dalin në dritë edhe këto personalitete, siç është Hoxha Tasini. Pra Hoxha Tasini është një personalitet, është një perlë e vërtetë që rikthehet përsëri me sa më shumë zbulime dhe kërkime që bëhen mbi të.
Hoxha Tasini ka qenë rektori i parë i Universitetit të Stambollit dhe një nga themeluesit e Komitetit Qendror për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë shqiptare. Hoxha Tasini cilësohet edhe nga shkencëtarët dhe dietarët turq si një nga mendimtarët më të mëdhenj të kohës së Imperatorisë Osmanlije dhe të shekullit të 19. Hoxha Hasan Tasini ka qenë personaliteti kryesor i cili argumentoi që gjuha shqipe nuk mund të shkruhet me shkronja arabe. Ai ka deklaruar që ne jemi një komb i veçantë. Kemi gjuhën tonë që na përket ne, që ne duhet të jetojmë me vete ashtu si kombet e tjera. Aktivitetet e tij mbi çështjen shqiptare, mbi letërsinë shqiptare, mbi gjuhën shqiptare, për kombin shqiptar, e bën atë të pavdekshëm që ne sot edhe për shekuj me radhë ai do të kujtohet me nder dhe respekt. Për më se një gjysmë shekulli, Hoxha Hasan Tasini kishte grumbulluar një det të madh dijesh nga shkenca të ndryshme si fizika, matematika, astronomia, biologjia, kimia, psikologjia, gjuhësia dhe letërsia. Në vitin 1874, zëvendës konsulli britanik në Janinë raportonte në ambasadën britanike në Stamboll për Hoxha Tasini në këtë mënyrë. Hoxha Tasini bredh fshat më fshat të Shqipërisë, duke mbledhur të lëndë për një fjalor dhe gramatikë që t'i predikonte bashkëdhatarëve të tij lirinë. Liria, sipas Hoxhës Tasinit, mund të realizohej vetëm me anë të arsimimit në gjuhën shqipe. Për këtë qëllim, ai do të bëhet promotor i alfabetit të gjuhës shqipe. Në qershor të vitit 1879, konsulli francez në Janinë i shkruan te Ministrisë së Jashtme të Parisit se dy nga përfaqësuesit më të shquar të lëvizjes kulturore në Shqipëri janë Hoxha Hasan Tasini dhe Konstantin Kristoforidi, të cilët po përpiqeshin të përpunonin gjuhën shqipe deri në nivelin e një gjuhe të shkruar dhe të përhapnin gjithashtu arsimimin në gjuhën anëtare duke i ngritur një barrierë helenizmit. Në librin e tij Psikologjia, Hoxha Tasini i kushton një vëmendje të veçantë raportit mes gjuhës dhe mendimit. Hoxha Hasan Tasini u mbështet në pikëpamjet e matematicientit dhe filozofit idealist gjerman Leibniz, i cili lindi në vitin 1646 dhe vdiq në vitin 1716, ku në veprat e tij Leibniz ishte përpjekur të bashkonte fenë me dijen. Kjo do të ishte ajo që do ta bënte Hoxha Tasinin modelin e ulemasë bashkëkohore në të gjithë perandorinë. Për sa i përket çështjes së gjuhës, ai përktheu Leibnizin fjalë për fjalë. Më jepni një palë shkronjëza, të ju jap një gjuhë të fortë. Më jepni një gjuhë të mirë, të ju jap një qytetërim të fortë dhe të mirë. Sipas Hoxhës Tasinit, alfabeti i gjuhës shqipe duhet të hartohej në mënyrë të tillë që të përgjigjet të gjithë tingujve, të ishte i thjeshtë dhe të shmangte paragjykimet politike. Hoxha Hasan Tasini ishte personaliteti kryesor që argumentoi në fakte shkencore përse shqipja nuk mund të shkruhej me gërma arabe. Ne jemi një komb i veçantë, theksonte ai. Kemi gjuhën tonë të veçantë. Andaj duhet të jetojmë në vete si të tjerët. Hoxha Tasini ishte hartues i një alfabeti që shkruhej nga e majta në të djathtë. Para se Ludoik Leiser Zamenhof ose Doktor Esperanto të krijohin gjuhën artificiale me të njëjtën emër në vitin 1887. Pra, shkrimi në këtë mënyrë të alfabetit është një dimension tjetër i panjohur për sa i përket figurës së shquar të Hoxhës Tasinit. Në mbledhjet e Komitetit të Stambollit, ku bënte pjesë Sami Frashëri, Jani Vretko, Pashko Vasa e tjerë, Hoxha Hasan Tasini parashtroi një projekt origjinal për përbëlimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Por, pas diskutimesh të shumta, në vitin 1879, komisioni aprovoi projektin e Sami Frashërit, i cili ndryshonte me atë të Hoxhës Tasinit nga aspekti grafik. Në personalitetin e Hoxhës Tasinit mëshirohet gjithashtu ndjenja patriotike, atë dhe dashuria, figura e klerikut dhe intelektualit peliedrik. Prandaj, ideoli i çështjes kombëtare dhe nxënësi i tij, shumë i nderuari Sami Frashëri, e konsideron Hoxhën Tasinin si profesori të gjithë rilindasve. Pra, kjo ishte një përmbledhje e shkurtër, një program i shkurtër që dua t'ja dediktoj të nderuarit filozofit shqiptar, dietarit të shquar, i cili la gjurmë të thella edhe në perandorinë osmanlije, i cili ai cilësohet me më të shquarin të dijes së shekujve Ibn Sinën, gjithashtu ai cilësohet si shkencëtari i Imperatorisë Osmanlije. Sot me datë 7 prill të vitit 2025, me rastin e 214 vjetorit të lindjes së tij, e kujtojmë me respekt, dignitet dhe dashuri të plotë. Shpirti yt u mpret në paqe, lavdi figurës sënde të shquar i nderuari Hoxha Tasin.
Brez pas brezi, emri ju do të kujtohet për kontributin e thellë, për patriotizmin, atë dhe dashurinë dhe kontributin e shquar si profesori të gjithë rilindësve, si profesor i dijes dhe letërsisë shqiptare. Pra lavdi emrit tuaj të pavdekur. Pra miq, ky ishte një program i shkurtër, kërkoj nga të gjithë miq që të më përkrahin duke shpërndarë programet e mia dhe ju lutem gjithashtu nëse doni të përkraheni edhe nga ana ekonomike në YouTube, në linkun tim në YouTube, keni edhe butonin që thot bashkoheni, ku të gjithë mund të kontribuojnë, mundohem të shfaq diçka me ju, mundohem të shfaq me ju të gjithë materialet që më bijnë në dorë. Gjithashtu, do të mundohem që 2 apo 3 herë në javë të bëj live dhe të lexoj gjithashtu edhe veprat e Hoxha Tasinit, të lexoj gjithashtu edhe libra të tjerë të cilat janë të përbërë nga dokumente të arkivave të ndryshme që flasin mbi gjuhën, kulturën dhe historinë shqiptare. Për sot faleminderit.